Brenda vetëm pak orësh, Donald Trump me 2 postime në rrjetet sociale fillimisht shkaktoi panik dhe pasiguri e më pas qetësoi botën. Para skatimit të ultimatumit për hapjen e ngushticës së Hormuzit, ai bëri një kërcënim dramatik se mund të vdes një civilizim i tërë, por disa orë më vonë publikoi një mesazh se është një ditë e madhe për paqen botërore. SBA-ja dhe Irani arritën marrëveshje për një anëpushim 2 javor, të cilin e mbështeti edhe Izraeli. Në rrjetet sociale, Trump shkroi se SBA do të ndihmojë në zhvillimin e trafikut në ngushticën e Hormuzit dhe se mund të vijë një epokë e ardhur për lindjen e mesme. Do të ketë shumë veprime pozitive, do të grumbullohen shumë para. Irani mund të nisë procesin e rindërtimit. Ne do të furnizojmë me të gjitha llojet e materialeve dhe do të jemi afër për të siguruar që gjithçka do të shkojë siç duhet. Jam i sigurt se kështu do të jetë. Marrëveshja u konfirmua edhe nga Irani dhe është arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit. Televizioni shtetëror iranian, në një edicion të jashtëzakonshëm lajmesh, njoftoi se Irani ka arritur një fitore të madhe dhe se janë pranuar 10 pikat e tyre për marrëveshje paqeje. ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرده و امریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای خود نمود که در آن امریکا به طور اصولی متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنیسازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی امریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شد. Nëse të gjitha këto janë pranuar, nuk ka ende përgjigje nga shtëpia e bardhë, e cila vetëm konfirmoi marrëveshjen për anëpushim. Këshilli i lartë i sigurisë i Iranit njoftoi se bisedimet me SBA-n do të nisin të premten, më 10 prill, në Islamabad, duke shtuar se ato mund të zgjasin deri në 15 ditë dhe mund të çojnë në përfundimin e plotë të luftës. Izraeli e mbështet këtë hap të SBA-s me kusht që Tehrani menjëherë të hapë ngushticën e Hormuzit dhe të ndaloj sulmet ndaj SBA-s, Izraelit dhe vendeve të rajonit, thuhet në deklaratën e zyrës së Netanyahut. Shtohet se kjo marrëveshje nuk përfshin Libanin, ku nga sulmet izraelite që nga 4 marsi kanë humbur jetën mbi 1450 persona, mes tyre më shumë se 120 fëmijë, mbi 4400 janë plagosur, ndërsa rreth 1.2 milion libanez janë zhvendosur. Shumë shtete e kanë përshëndetur marrëveshjen për anëpushim 2 javor mes SBA-s dhe Iranit. Ndër të parat reaguan Korea e Jugut, Zelanda e Re, Iraku, Australia, Japonia dhe Pakistani. Edhe Hezbollahu reagoi duke njoftuar se nuk do ta sulmojë Izraelin gjatë kohës së anëpushimit.